Mini, automjeti ikon në mbar botën, është zyrtarisht prezent edhe në Shqipëri. Makina e vogël praktike do t'jetë mundshme për të gjithë adhuruesit e saj, fal investimit serioz të Hari Lena BMW Group Albania. Sipas përfaqësuesve të distributorit ekskluziv të BMW-s, modelet më të fundit të Minit do të kënaqin pritshmërinë e blerësit shqiptar. Shqipëria është vendi 90, domethënë që Mini po vendoset, domethënë. Dhe Mini gjatë këtyre 10 vjetëve që është brenda gjirit të BMW-s, domethënë brenda, është difishuar në shitjet e saj. Modelet e Minit deri në këtë moment janë 5 të tilla, por deri në fund të vitit 2012 do kemi 7 modele. Modeli i përzgjedhur për hapjen e ceremonisë gala të prezantimit të kësaj marke prestigjioze ishte Mini One, i cili vjen për të gjithë adhuruesit shqiptar me çmimin okazion 14.000 euro. Veç këtij modeli në Shqipëri do t'jenë të pranishme edhe modelet e tjera: Clubman, Countryman, Cabrio Verore, Mini Hatch klasiku me 2 dyer dhe mbreti përfaqësues si kësaj marke Mini Cooper, i prezantuar vjeshtën e vitit të kaluar, që prej vitit 2001 grupi BMW është prodhues i Minit në fabrikën e Oxfordit në Angli. Në 10 vite eksperiencë kjo fabrikë ka prodhuar mbi 2 milion makina duke eksportuar në më shumë se 90 vende të botës. Distributorët shprehen entuziast me pritshmërinë shqiptare për këtë makinë, duke pritur një sukses të garantuar, pasi makina përmbush të gjitha nevojat e konsumatorit shqiptar.